Kolegji i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga kryesuesja Marsida Xhaferdari dhe antar Sander Beci dhe Sonila Bejtja nuk arriti të marrë një vendim unanim lidhur me kërkesën e kryeministrit Rama. Ky i fundit kërkon nga gjykata që të shqyrtojë nëse vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra e zëvendës kryeministres Balluku ka të kaluar kompetencat e saj dhe cënon të drejtën e kryeministrit për të zgjedhur dhe shkarkuar antarët e kabinetit. Si pasojë, çështja ju referuan mbledhjes së plotë të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese ku vendimi merret me shumicë votash nga 8 antarë aktual. Kjo lë hapësirë për shqyrtim të thelluar të argumenteve dhe për vlerësim të ndikimit të pezullimit në funksionimin e qeverisë. Qeveria ka kërkuar shfuqizim të masës së pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres duke argumentuar se kjo masë pengon funksionimin normal të kabinetit dhe te i kalon kompetencat e gjykatës së posaçme. Paralelisht, Balluku ka ankimuar në apelin e posaçëm masat e sigurisë që i ndalojnë të ushtrojnë detyrën dhe të largojnë jashtë vendit. Argumenti i saj mbështetet në të njëjtat baza ligjore si kërkesa e kryeministrit, duke theksuar se vendimi i shkallës së parë është i padrejtë dhe cënon të drejtat kushtetuese. Ky zhvillim ka vendosur në qendër të debatit publik tensionet midis pushtetit ekzekutiv dhe sistemit gjyqësor, ndërsa vendimi i Gjykatës Kushtetuese pritet të përcaktojë nëse çështja do të shqyrtohet në seancat plenare apo do të rrëzohet kërkesa e kryeministrit. Shumë ekspertë ligjor vlerësojnë se rezultati i kësaj procedure mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në mënyrën se si trajtohen masat e sigurisë ndaj antarëve të qeverisë në të ardhmen.